Kryetari i Aleancës për Shqiptarët Zjadin Sela tha se ideja për Badinter në gjykatën kushtetuese është ide e partisë së tij dhe se dikush po tenton ta përveçojë nëpër kongrese duke aluduar në BDI. За жал се гледа дека и за среќа може се гледа дека и други политички опции нашите предлози веќе ги прават во политичко делување во Конгресот кој ги држат. Идејата за Badinter во Уставен суд е идеја наша, Алијансата за албанците, како што идејата за влада која ќе би се гласала со Badinter исто така наш предлог. Овие се теми за кои ние би разговарале, како и низа други теми кои треба да се разговарат. Para fillimit të mbledhjes së kuvendit të ASH-s që u mbajt sot, Sela u pyet nëse do të diskutohet edhe hyrja e Aleancës për Shqiptarët në qeveri. Kuvendi ka të drejtën që të diskutojë për çdo temë. Çdo antar i kuvendit ka të drejtën që të japë propozime, të arsyetojë propozimin të cilin e jep, por kuvendi nga ana tjetër ka të drejtën që të marrë vendim. Apo thash, prioriteti jonë është konsolidimi i partisë. Pas përfundimit të mbledhjes, nuk u dhan detaje në lidhje me këtë temë. Televizioni 21 mëson se në mbledhje është thënë se së pari duhet të rregullohet çështja e partisë. Ndryshe, në mbledhjen e sotme u vendos që kongresi të mbahet në fund të muajit prill ose në fillim të muajit maj të vitit 2026. Gjithashtu, është formuar një komision për organizimin e kongresit dhe është diskutuar edhe për rezultatin e zgjedhjeve lokale.